Kjo pema këtu është tash e bërë përkthimin në Shqip, unë kësaj them tretën, Emir Manzori Thupra. Po ta shikoni me mendje, është si ato në fjalë, u kujtova se janë plepa këto, por nuk janë plepa, është diçka tjetër. Edhe po të shikoni me mendje këtu sipër, kjo është një kërpull. Në gjuhën kineze kjo quhet shega, kërpulla shega. Edhe kjo ka veti antioksidantes shumë të forta, në fjalë kundër çdo infeksioni, sikurse edhe kundër infeksionit, sepse edhe me fjalë këto çfarë quhen këto tumoret, dhe këto infeksione janë në trup, të cilat kjo e lufton shumë mirë, sipas medicinës tradicionale kineze, por jo vetëm, e kanë provuar dhe shkencërisht dhe e përdorin në disa raste njëkohësisht bashkë me kimioterapi që i thonë, me anë kimike dhe e plotësoj dhe me këteja. Diçka e tillë. Nëse, ajo çka unë dua të them, si e përdorin këtë, është për gjerë në pyll, ka dhe në përpem të tjera, po kjo është në fjalë që është studiuar dhe që përdoret nga kjo, si thonë, popullore, kana popullore, dhe thjesht e presim me fjalë, jo të gjithën, i presim disa, me fjalë lëm që ashtu se kjo vazhdon në rritet, që të ketë për vovë dhe për të tjerë dhe gjithë tjetër. E presim në një farë mënyre, se është e fortë si punë truri, e presim dhe pastaj e marrim dhe e presim në copa sa më të vogla, me fjalë diçka të këtill, si punë në formë të këtill, kaq të madhe pavarësisht dhe më të vogla ata ashtu janë mirë, është ashtu janë dhe duhen tharë, pastaj ti thash në 70-60 gradë diçka e tillë. Ti thash, mund t'i futesh dhe në furrën e bukës, për 70 gradë i lë gjatë gjithë natën që të thahen, me derën hap patjetër, që të dalë dhe ato avullat. Dhe pastaj e vendos në një vend që të rrinë gjithmonë të thata, dhe mund të marrësh një nga atoja, ose dy nga ato dhe i zije në 1 litër ose edhe më shumë ujë. Mund t'i zihesh të njëjtat, ato në fjalë copat e kësaj kërpulle, mund t'i zihesh më shumë se një herë, derisa në fjalë për sa kohë që do nxjerrë lengun, në fjalë që nxjerr atë lengun kështu që ngjyroset uji këtej ande dhe të pish nga një çaj të tillë. Kush do më shumë për këtë mund të gjej edhe nga njerëz të tjerë që i shpjegojnë shumë më mirë këtej ande. Unë thjesht me që e pash këtu thash po e bëj një video ta çoj për të gjithë ata që mund të kenë interes. Se infeksione pothuajse ka secili në trup, tash si quhen ashtu s'ka rëndësi. Rëndësi ka kjo që kjo ndihmon edhe shëron. Kjo është mëse e sigurt. Sipas asaj times. Secili pastaj duhet të studiojë dhe ashtu të shikojë vetë për më tepër. Kaq kisha unë, kalofshi sa më mirë.